Duke I cilësuar pjesa ADN-s së Partisë Demokratike, kandidati për deputet Bart Spahia tha se shtresat për ndjekurve politik do të ketë gjithmonë vëmendjen maksimale të kësaj force politike, dhe ai si pjesë e kësaj shtrese do të jetë gjithmonë një zë për ta. Në takimin e zhvilluar me përfaqësues të shoqatës së përndjekurve politik si dhe familjar të tyre, Spahia tha se fatkeqësisht edhe sot, bita atyre që për 50 vite mbajtën Shqipërinë në diktaturë, vazhdojnë të jenë në krye të vendit, duke përsekutuar sërish Shkodrën e Veriut. Po të hidhni një sy ministrave dhe përfaqësuesave më të lartë të këtij pushteti janë gjithë pasardhës biologjik direkt të përfaqësuesve të ish byros politike. Kanë kthyer edhe një herë ideologjikisht edhe pse në forma të ndryshme persekutimin ekonomik në rastin konkret kryesisht, ndaj Shkodrës, ndaj Veriut, ndaj gjithkujt që nuk është ideologjikisht me to. Dhe një nga detyrat kryesore që mendoj se I dalin përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe aq më tepër përfaqësuesve të shtresës së përsekutuarve politik është lufta pa kompromis për t'i rikthyer edhe një herë dinjitetin shtresës së përsekutuarve duke I treguar me realitet historinë e vërtetë dhe jo ashtu të deformuar, siç tentohet të bëhet sot në mënyrë shumë kamuflume. Respekti për shtresën e të përndjekurve politik është respekt për lirinë tonë. Angazhimi ynë është të ndërtojmë një të ardhme ku vlerat për të cilat ata u përndoqën të jenë themeli I çdo politike dhe veprimi tonë. E mbylli fjalën kandidati Bart Spahia, duke I ftuar që në 11 maj të votojnë Partinë Demokratike për të rikthyer Shqipërinë në vlerat e saj europiane dhe demokratike.